Rëndësia e ngjyrës së portës kryesore, si të tërhiqni fat, pasuri dhe harmoni në shtëpinë tuaj. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për një temë super interesante dhe praktike, ngjyra e portës kryesore të shtëpisë sipas parimeve të Feng Shuit antik kinez. A e dini se porta juaj e jashtme quhet goja e qit, pra goja e energjisë vitale që hyn në shtëpinë tuaj? Nga ajo portë hyn jo vetëm ajri i freskët, por edhe fati, pasuria, shëndeti dhe harmonia familjare. Imagjinoni, çdo ditë kur ktheheni në shtëpi, energjia pozitive ose negative kalon pikërisht nga ajo derë. Nëse ngjyra është e gabuar, mund të bllokoni rrjedhën e fatit të mirë. Por nëse është e duhura, mund të tërhiqni bollëk, sukses dhe qetësi. Në këtë video 30 minutëshe do të zbulojmë ngjyrat që duhen shmangur absolutisht, ato që rekomandohen fuqishëm dhe këshilla shtesë për të maksimizuar fatin. Do të shpjegoj pse funksionojnë këto me shembuj nga jeta reale dhe lidhje me drejtimin e portës suaj, veri, jug, lindje eti. Në fund do të keni një plan të qartë se çfarë të bëni me portën tuaj. Nëse ju pëlqen, bëni like, subscribe dhe aktivizoni zilen për më shumë këshilla Feng Shui. Le të fillojmë. Pjesa 1. Porta si goja e qit, shpjegim bazë. Së pari, le të kuptojmë pse porta është kaq e rëndësishme në Feng Shui. Feng Shui nuk është thjesht bestytni, është një art i lashmëra vjeçar që studion rrjedhën e energjisë, qi, në hapësirë për të përmirësuar jetën tonë. Porta kryesore është pika kryesore ku qi hyn. Nëse është e bukur, e pastër dhe me ngjyrë të duhur, qi pozitive rrjedh lirshëm, duke sjellë fat të mirë, pasuri dhe shëndet. Por nëse është e errët, e pist ose me ngjyrë të gabuar, energjia stagnon dhe kjo reflektohet në jetën tuaj. Probleme financiare, lodhje, grindje familjare. Shembull, kam dëgjuar histori nga njerëz që, pasi ndryshuan ngjyrën e portës, pan përmirësime të menjëhershme, si rritje page ose harmoni më të madhe në familje. Ju a keni vënë re ndonjë ndryshim kur keni lyer portën? Shkruani në komente. Pjesa 2. Ngjyrat që duhet të shmangni absolutisht. Tani, le të flasim për gabimet më të mëdha. Ka ngjyra që bllokojnë qin dhe sjellin energji negative. Mos i përdorni kur për portën kryesore. Së pari, e zeza. Pse? E zeza lidhet me elementin ujë, por në formë të rëndë dhe të palvishme, si një liqen i ngrirë. Ajo thith energji, por nuk e lëshon, duke shkaktuar stagnim. Rezultati? Bllokim në karrierë, lodhje kronike të familjarët, madje edhe probleme shëndetësore. Edhe pse duket elegante, në Feng Shui klasik, e zeza në portë mund të tërheqë energji të rëndë. Shembull, një klient im kishte portë të zezë dhe ankoi për mungesë motivimi, pasi e ndryshoi, ndjeu ndryshim të madh. Së dyti, grija e errët. Kjo ngjyrë sjell ndjesi vdekjeje dhe mungesë vitaliteti. Imagjinoni, qi pozitive vjen te porta, por grija e errët e fiket atë menjëherë. Pavarësisht sa luksoze është shtëpia brenda, energjia bllokohet jashtë. Shumë njerëz me porta gri të errët raportojnë ndjenjë izolimi ose mungesë gëzimi. Së treti, bluja e errët. Duhet elegante dhe qetësuese, por në fakt mund të destabilizojë emocionet dhe financat. Elementi uji i tepërt sjell rrjedhje të parave jashtë shtëpisë. Veçanërisht e rrezikshme nëse shtëpia është pranë ujit, si lum ose det. Pyetje për ju, a keni portë blu të errët? Nëse po, mendoni 2 herë, pse këto ngjyra janë kaq problematike? Sepse ato lidhen me elementë që, kur janë të tepërt, krijojnë çekuilibër. Në Feng Shui, bilanci është qelësi. Nëse porta juaj është një nga këto, mos u dëshpëroni, ka zgjidhje, të cilat do t'i shohim më vonë. Ma zgjero pjesën 3. Pjesa 3. Ngjyrat e sugjeruara, tërhiqni fat të mirë, pasuri dhe harmoni. Kemi arritur në pjesën më të preferuar të shumicës së shikuesve, ngjyrat që tërheqin energji pozitive, fat të mirë, pasuri dhe sukses të qëndrueshëm. Këto ngjyra nuk janë zgjedhur rastësisht. Ato bazohen në 5 elementet e Feng Shuit: dru, zjarr, tokë, metal dhe ujë. Kur zgjedhim ngjyrën e duhur për portën, ne balancojmë këta element dhe hapim rrugën që qi pozitive të rrjedhë lirshëm brenda shtëpisë. Le t'i shohim një nga një me shpjegime më të thella, shembuj nga jeta reale. Lidhje me drejtimin e portës dhe këshilla se si t'i aplikoni pa gabuar. 1. Jeshilja, ngjyra e rritjes dhe ripërtëritjes. Jeshilja është ngjyra e elementit dru. Ajo simbolizon jetën e re, rritjen, shëndetin e mirë dhe ripërtëritjen. Imagjinoni një pyll të gjelbër pas shiut. Kjo është energjia që sjell jeshilja te porta juaj. Pse funksionon kaq mirë? Sepse dru ushqen zjarrin dhe prodhon bollëk natyror. Porta jeshile tërheq mundësi të reja, përmirëson shëndetin fizik dhe mendor dhe ndihmon në çlirimin nga stresi i përditshëm. Ideale për familjet që duan më shumë harmoni, njerëzit që po kalojnë një periudhë tranzicioni, punë e re, shtatzani, shërim ose ata që vuajnë nga ankthi dhe lodhja mendore. Drejtimi më i favorshëm, lindja dhe juglindja, ku dominon elementi dru. Nëse porta juaj shikon nga këto drejtime, jeshilja do të jetë si një magnet për fat.
Kujdes, zgjidhni tone të gjalla si jeshile smerald ose jeshile pylli. Shmangni jeshilen shumë të errët ose të zbet, sepse humbet fuqinë. Shembull real, një mike ime kishte port gri dhe ndihej gjithmonë e lodhur. Pas ndryshimit në jeshile të ndritshme, brenda pak muajsh nisi një projekt të ri kreativ dhe ndjell një energji të re në familje. Ju besoni apo jo, provojeni dhe do të shihni. 2. Ekuqja, ngjyra e fuqisë, famës dhe mbrojtjes. Ekuqja është ndër ngjyrat më të fuqishme në Feng Shui. Ajo përfaqëson elementin zjarr, energji, pasion, autoritet, famë dhe vendosmëri. Pse është kaq e veçantë? Zjarri ndriçon dhe mbron. Porta e kuqe tërheq vëmendje pozitive, largon energjinë negative dhe sjell njohje publike ose sukses në karrierë. Në Kinën e lashtë, portat të kuqe ishin simbol i familjeve të pasura dhe të respektuara. Ideale për sipërmarrës, udhëheqës, artist ose çdo kush që dëshiron të rrisë vetbesimin dhe të tërheqë mundësi të mëdha. Drejtimi perfekt, jugu, ku zjarri është në kulm. Nëse porta juaj shikon nga jugu, e kuqja do të jetë si një fener që thërret fatin. Kujdes i madh, e kuqja është shumë yang, energji aktive, prandaj mos e teproni. Zgjidhni tone të thella, por jo agresive, si e kuqja burgundi ose e kuqja kineze tradicionale. Nëse e ndjeni se ka shumë grindje në shtëpi, zbuseni me detaje ari ose të bardha. Historia intriguese, një biznesmen që njëja kishte port kafe të zakonshme dhe biznesi i tij stagnonte. Pas kalimit në të kuqe, brenda një viti dyfishoi të ardhurat dhe u bë më i njohur në qytet. Rastësi? Në Feng Shui themi jo. 3. Vjollca e lehtë, lavender ose purple e butë, ngjyra e fisnikërisë dhe urtësisë. Vjollca e lehtë është një version më i butë i zjarrit. Ajo simbolizon autoritetin e butë, fisnikërinë, intuitën dhe qetësinë shpirtërore. Pse tërheq fat? Sepse lidhet me energjinë e lartë shpirtërore dhe urtësinë. Porta vjollës ndihmon në zhvillimin e intuitës, tërheq marrëdhënie cilësore dhe sjell pasuri të qëndrueshme, jo të menjëhershme por të fortë. Ideale për njerëz shpirtëror, mësues, terapist ose familje që duan më shumë paqe dhe mirëkuptim. Drejtimi i favorshëm, jugperëndimi ose veriperëndimi, ku ndikimi i saj është më i fortë. Kujdes, zgjidhni tone të lehta dhe elegante si lavender ose vjollcë pastel. Shmangni vjollcën shumë të errët sepse mund të kthehet në energji të rëndë. Shembull, një familje që kishte grindje të vazhdueshme ndryshoi portën në vjollcë të lehtë dhe papritur bisedat u bën më të qeta dhe më të thella. Thuajse sikur porta u bë një filtr për energji pozitive. 4. Ari metalik, metallic gold, mbretëresha e pasurisë. Nëse doni të tërhiqni para dhe stabilitet financiar, ari metalik është zgjedhja numër 1. Pse është kaq efektiv? Ari lidhet me elementin metal, pasuri, besueshmëri, qartësi dhe mbrojtje. Porta ari reflekton dritën dhe energjinë pozitive, duke krijuar një efekt magnetik për bollkun. Ideale për të gjithë ata që duan të rrisin të ardhurat, të kursejnë ose të investojnë me sukses. Drejtimi më i mirë, perëndimi dhe veriperëndimi, ku metali dominon. Kujdes, zgjidhni ari metalik të vërtet, me efekt reflektues, jo të verdhë mat kombinojeni me të bardhë ose gri të çelët për elegancë. Historia e fundit, një çift që kishte probleme financiare të vazhdueshme lyu portën me ari metalik. Brenda vitit, burri mori një ngritje të papritur dhe gruaja nisi një biznes ansor fitimprurës. Ata thonë, porta u bë si një kasafort që tërheq para. Këshill finale për zgjedhjen e ngjyrës. Merrni parasysh drejtimin e portës suaj, përdorni busull ose Google Maps, elementin tuaj personal nga data e lindjes. Nëse doni ta dini, shkruani në komente datën tuaj dhe unë ju them, dhe si ju bën të ndjeni ngjyra. Në fund të ditës, Feng Shui funksionon më mirë kur ndihet në harmoni me shpirtin tuaj. Tani që i dim ngjyrat fituese, në pjesën tjetër do të flasim për këshilla shtesë që i bëjnë këto ngjyra edhe më të fuqishme. Pjesa 4. Këshilla shtesë për të maksimizuar fatin. Për të shtuar fatin, mos harroni, pastërtia absolute, porta e pist ose me rjeta me rimangash bllokon qin, lajeni rregullisht. Zilet e erës metalike, shpërndajnë energji negative. Bimë simetrike, si pema e parave ose bambu në dy anët, tërheqin bollë. Talisman, moneda të vjetra kineze, kristale ose pasqyrat bagua për mbrojtje. Këto janë të thjeshta, por super efektive. Konkluzioni. Feng Shui nuk është magji, është harmoni me hapësirën për jetë më të begatë. Sot zbuluam se ngjyra e portës mund të ndryshojë gjithçka. Çfarë ngjyre ka porta juaj tani? Planifikoni ta ndryshoni? Shkruani në komente. Nëse videoja ju ndihmoi, like, share dhe subscribe. Shihemi në videon tjetër, mirupafshim dhe fat të mbar në shtëpinë tuaj.